koha për sportin në Top Channel, mi mbrëma miq, futboll dhe jo vetëm, me mikun tonë përreqëm Redi Jupi, mi mbrëma Jupi. Mbrëma. Versionin kuqezi. Dhe Gëzim Sinemati, nësa duke Dimri e kam bërthyer dhe Gëzimin. Jo, Manush, është trendi. Redi thot që është DJ, kurse unë them që është varianti, është brit ma fundit e modës. Brit ma fundit e modës në versionin e Gëzim Sinematit, por mbi gjitha Marina Vjollca. Ajo as njerëz ka bo. Falinderitet. Mirë se erdhët në ekranin e Top Channel. Sot sigurisht që do të flasim për ndeshjet e zhvilluara në javën e 17, por vëmendjen më të madhe do ta marr ndeshja më e rëndësishme e kësaj jave, ishte ndeshja shumë e diskutuar ndërmjet Skënderbeut dhe Partizanit. Vazhdojnë sot edhe kësaj dite pavarësisht se jemi të gjithë më të ftohtë, tensione mes tifozëve, polemika për arbitrat e gjithçka tjetër, por vetëm pas pak do t'i sqarojmë me të ftuarit tan. Dhe në pjesën e tretë, meqense jemi edhe në vigjilje të festave, kemi edhe shumë materiale shumë interesante, ndaj mos ju humbisni. Do të prezentojmë ftuarit e mbrëmjes së sotme, zoti Përvarim Kabo, miku ynë i ngushtë, gjithnjë është kënaqësi kur jemi në studio. Mirë dhe mirë se erdhët. Mirë mirë se u gjetën. Profesor, mirë mbrëma, si e pe këtë Skënderbeu Partizani, me një fjali tani, se pastaj do analizojmë. Me shumë emocion, por ish gënjur nga gjykimi. Stop, mos vazhdo. Filloj bo sa egër që. Sot është emision dashur miq, flagni telekomanda dhe përqendroni se ka të forta. Zoti Gazmend Demi, presidenti i Partizanit, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma Marina, mirë se u gjetën. Kënaqësi. Do Demi është një kënaqësi të kemi këtu në studio. Edhe për mua kënaqësi që jam ju të dy. Si ishte një ditë pas dhe sotmja? Kam parasysh pas fundit të Skënderbeu. Ditë normale. Fitoi Skënderbeu, s'ka ndodhur ndonjë çudi. Herë fiton njëri, herë tjetri. Okej, kemi presidentin e Partizanit edhe për ca ngacmime dhe pyetje pikante. Bledi Shkëmbi, kapiteni i Skënderbeut, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma. Gjithmonë kur bëhet fjalë për Skënderbeun, emri i parë që vjen në mendje është Shkëmbi. Shkëmbi se duket tani dolën parashikimet që bëm këtu para pak kohësh, që të presim dimrin se aty vendosen fatet e kampionatit. Patjetër, kjo fitore na rikseu në vend të parë, por është ka akoma rrugë të gjatë dhe nuk është se ne e kemi fjetë mendjen që kemi dalë kampion. Okej. Rej Pelushi, tenist, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma. Si shef ti Rej futbollin nga këndvështrimi? Ti kampion i vendit në tenis, një sport i cili duket elitar, i vështirë për ne, po E ndjek dhe futbollin, bile ka me shumë qef dhe atë. Normalisht që me pasion si tenisin, po që dhe futbollin e ndjek. ti tifoz i Tiranës. Okej. Gëzim, përpara se të shkojmë te kronika e Skënderbeut me Partizanin, ty çfarë të bëri më tepër përshtypje në këtë ndeshje? Çfarë veçon? Unë do të thoja që më bën përshtypje më tepër mbas ndeshjes se vetë ndeshja. Doja gjykim më të ftohtë për ndeshjen. Nga të dyja palët. Nga të dyja palët. Sidomos domethënë nga krau i Skënderbeut. Janë kampion, do të kishin më tepër tolerancë. Nëse Partizani thonë ja bëj emrin vetëm gjyqtarit, them që nuk është vetëm çështje gjyqtari, është Skënderbeu që do ta komandonte situatën në mënyrën e polemikës, në mënyrën e po e quaj komunikimit midis klubeve. Çfarë mendon se ka bërë keq Skënderbeu pas ndeshjes? Unë do të thoja këtë që neve nuk duhet bim pre të gjykimeve kolektive të tifozëve. Ato që thuan në gazeta nga tifozët, janë më tepër i shërbejnë gazetës se sa një opinionit të drejtë. Dhe do të thoja që Skënderbeu ka një favor, domethënë që kthehet në disfavor për opinionin, që Skënderbeu është i privilegjuar. Nëse Partizani me vërtet nuk do donte të ishte Enea Jorgji, Skënderbeu do të tregojë tolerant tek kjo, sepse më përpara Skënderbeu ishte ai që donte shumë arbitrat e kryeqytetit, janë thyer dhe rekorde në gjykim me arbitrat që shkonin në javë të tëra, ndërsa sot domethënë tregon një lloj prepotence që them që është e panevojshme. Nëse Skënderbeu do fitonte ashtu siç donte Partizani dhe me arbitrat të tjerë, sot do ishim të qetë. Kurse sot ndeshja vazhdon akoma në mënyrë të keqe. Nuk janë shpirtat qetësuar për këtë ndeshje. Shkëmbi, ke një reagim? Unë do të thoja që rezultati arbitri nuk kishte asnjë lloj ndikimi në rezultat. Kjo ishte kryesorja. Pastaj gabime çdo arbitër në çdo ndeshje bën, por unë kam thënë gjithmonë që e rëndësishme është gabimet mos bëhen me dashje. Kjo është më e rëndësishme. Sepse në asnjë ndeshje ne nuk do të kemi arbitër që të mos bëj gabim. Manush, do të thoja diçka Shkambit, me që është mohabet e tij. Para shumë vitesh neve kemi thënë që ansorët filluan të merrin pushtet. Dhe nëse e mban mend Redi, domethënë në një kohë ansorët filluan të dilnin kundra kryesorëve dhe më përpara quheshin njerëz flamuri, por ata merrnin pjesë në vendimarrje. Dhe ne e dim shumë mirë që u bën ansorët, domethënë u bën xheloz kryesorët me ansorët. Ndërsa sot një gjyqtar që është mbrapa porte dhe me emër
bëhet imponus për atë që është në fushë. Do më thënë, jo gjithmonë e vendos fatin në lojë sa i që është atje. Mos po. Është dikush, është një lojë bilardo. Po në qoftë se ai gjyqtar gjykon një gjë të drejtë atë. Jo, them si koncept është dukuri. Neve vëmë një arbitër të ri atje për një ndeshje që ndoshta nuk e meriton. Koeficienti i ndeshjes është i fortë. Dhe nuk e ai unë mendimin tim është që ai nuk është njeriu i përshtatshëm. Ne kemi presidentin i cili thotë që Korça fitoi me merit dhe ne nga ana jonë sigur po e thjeshtojmë gjën ke gjykimi. President, ju lutem, të kthehemi edhe një herë kësaj ndeshje, pastaj do e freskojmë në memorie. Çfarë do thotë kjo presidencë e Partizanit? Çfarë do thotë për ju të drejtoni një klub si Partizani? Ka parasysh polemika. E para Partizani s'ka president, s'ka i president. Unë vendos atje. Kemi ca borde, ca gjona, kështu që hiqe këtë presidenca. Partizani po hecën, po rrugton në rrugën e vet, me të mia dhe të këqijat e veta. Unë jam viti 3 që jam këtu ke Partizani. I gjë është e sigurt që nga vitin vit Partizani të shkoj gjithmonë dhe më mirë. Unë du të flasë për futbolin përgjithësimi që nëse jam i ri. Nuk mund të quhet ecuria e futbolit me Barsaleta që flasim në për studie e gjona, si nga ju gazetarët, si edhe nga ne pjesëtar të futbolit. Partizani, si që të thash për rrugton, do eci shumë për para, kuptohet çdo gjë do kohën e vetë. Deri tani unë jam i kënaqur si president, me këtë eksperiencë jam fut në vitin e 3. S'ka rrugë tjetër, përveç se që do eci për para dhe do i përshtatet atij emri të madh që ka Partizani, për ta kaluar dhe më shumë emrin e madh në vite, se e meritojnë dhe tifozeria dhe emri i Partizanit, po dhe unë për thënë të vërtetën, nga që kam qenë jashtë sportit, kam vënë tek e funit dhe emrin tim, kam vu familjen, vajzat e mia, se kuptohet që në këto futbollin flitet shumë gjona që fitojnë, por presidentët mendoj që të gjithë janë bashkëvujtës, si dhe unë tani, ata që kanë vite përpara, flas për punën e drejtë që menon Partizani për të bërë. Kështu që unë i kam hyrë kësaj pune, do ta nxjerr deri në fund. Nuk du të flas për vete, se e din të gjithë, në çfarë biznesi unë futem, kam qenë i suksesshëm. Tjerat pastaj do ja të lejmë kohës. Do të tregoj apo jo. Sa e pranon futbolli hiperbolën, se realisht zoti Devi flitë, domethënë që s'mallohen gjërat, na përmend edhe net media, domethënë hym në një pse e pranon kaq shumë futbollin këtë? Jo, unë se kam dhe nderin që është profesori Motu, shoh që edhe mediat kanë filluar sportive t'i afrohen politikës. Doja të thoja një shprehje time që e them në për tavolina, po më doli Marina përpara, nuk po e them. I porbelojnë, i bëjnë si mas qefit, ndoshta kam frikë dhe interesa maskine. Unë s'du të futem me këto interesat maskine, se jam i qiki fort edhe në karakter, mund t'i bëj dhe unë, po jam mësuar rruga ime që të heci vetën drejt. Step by step do t'a shohim. Partizani është viti 3. Që nga viti parë, Korça e madhe, që është kuptohet ekipi madh, gjithmonë me siklet ka qenë me Partizani edhe në këto vite. Okej. Tash i të shohim rrugës. Ta freskojmë çik memorien, kanë kaluar 2 ditë, shohim se çka ka ndodhur aty, pastaj kthehemi këtu me diskutimet e miqve tanë. Ta ndjekim pra kronikën 2 ditë pas Superndeshjes. Pas vëshëllimës së arbitrit, ndeshja me Skënderbeu dhe Partizanit nuk ka përfunduar ende. Natyrisht, të kuq nuk mendonin se kampionatin do ta mbyllnin pas një humbje, por duke psuar në Korçë të parën djeg më shumë. Aq më tepër që Skënderbeu nuk ishte më i miri i këtij sezoni. Ndoshta për aq sa e ka kryesuar këtë kampionat, skuadra e Starovës do ta meritonte që festat e fundvitit t'i kalonte në krye.
por të gjitha llogarit i prishja i goli Olainkës që në minutat e para të ndeshjes. Nuk janë marrë shumë me golin gjatë tyre 2 ditëve, por askush nuk e mendonte që Skënderbeu do shënonte aq shpejt. Ishte ai gol që prishi ekuilibrat e ndeshjes, bëri që Partizani nga një lojë pritse që kishte ardhur të zhvillonte në Korçë, u detyrohet të sulmoj, ndërsa Skënderbeu si pak herë gjatë këtij kampionati pati një tërheqje e cila krijoi përshtypjen se u dominua nga ekipi kundërshtar. Me gjithë rastet e krijuara, korçarët nuk arritën ta mbyllin ndeshjen, duke mbajtur në lojë ekipin e Partizanit deri në fund. Skuadra e Starovës krijoi më tepër volum, u përpoq të dominojë ndeshjen, por në fund krijoi pak. Vetëm një rast i Raçish në pjesën e parë nuk mjafton për të treguar se fati nuk ishte me ata atë natë. Ndeshja e Korçës përveç rezultatit dhe një kryesuesi të kampionatit na solli shumë detaje. Partizani e Skënderbeu nuk kanë shumë diferenca me njëri tjetrin, sidomos kur ndeshen bashk, dhe kjo ndoshta do të jetë bukuria e kampionatit deri në fund. Sulmi mbetet një problem për të dy palët. Në krahun korçar largimi Olainkës dhe ndoshta i ndonjë tjetri mund të lënë boshllëqe të pazëvendësueshme, ndërsa në krahun tjetër Partizani duhet menaxhojë një sulm mes problemeve. Sukaj dënohet me 5 ndeshje pas atij xhesti ndaj Arapit, për të cilin më pas kërkoi dhe falje, por më shumë se kaq ai nuk po shënon. 2 gola në 10 ndeshje nuk janë rendimenti një sulmuesi të mirëfillt që synon kampionatin dhe renditjen e golashnuzëve. Ndoshta me këtë ka lidhje dhe ai nervozizëm i tepruar në stadiumin e Korçës. Por nervozizmi nuk ishte vetëm i tij. Gjithmonë ndeshjet e forta në Shqipëri përgatiten me urrëtie ndaj tjetrit. Në fund, pastaj mungon dhe shtrëngimi i dorës mes protagonistëve. Disa mund thonë se i tillë rivalitet duhet për ta bërë më të bukur kampionatin, por në fakt kjo është ajo që e dëmton më shumë kryendeshjen e kampionatit, Skënderbeu Partizani. Profesor, pse me gjykimin? Lidhem nga E kam me fjala që gjykimin thot në hapje. sepse kjo ndeshje pritej si një finale parakoshme. Kishim kohën memorien tonë që nuk mbanim mend që 2 ekipe kryesuese kishin grumbulluar kaq pikë në 16 javë, 40 pikë. Dhe pritej që vërtet ndeshja do të ishte një ndeshje luftarake, me sedër sportive, me 2 ekipe që kërkonin të mos humnin. Dhe unë habitem që si ka mundësi që federata të mos gjejë një gjyqtar të FIFA-s, por të vërë një gjyqtar që pretendohet se me arritjet mund të kthehet në një gjyqtar. Do të ndërpres një sekond, sepse voluminozin Bujar Pregja e ftoi direkt në studion, fal Bujar, po ti do hyje pas minutë me mbrëma Bujar, reto e kemi. Pyetja ishte, Bujar, besoj e dëgjove, pse federata nuk ka një zgjedhje më interesante? Andi Koçin thash, po mirë, në qoftë se në Itali luan Juventus si me Interin, shkon për të gjykuar Roki apo Orsato? Sigurisht që shkon Roki. Braski, Gonela, kështu është arbitruar gjithmonë. Dhe ky Andi Koçi, që vjen nga Durrësi, më kujtoi një prepotent dursak që quhej Shazivar Gruda, i vetmi që kanë nxjerrë Panajot Panon me të kuqe nga fusha. Nuk i pëlqente suksesi i Panos, e provokoi një herë, i nxori të verdh, pastaj i nxori të kuqe. Pse nuk jam me gjyqtarin? I pra, kur e pam lutem, më pyete, më pyete. Du të them diçka. Manush, të lutem, më pyete. Ti nuk je dakord në përgjigjet e mia. Jo. Ti trembesh nga përgjigjet e mia. Po më vjen shumë keq, profesor. Po ka një gjë. Pyetjen e dytë. Kur kemi analizuar rastet 1 nga 1, nuk kemi gjetur një faj të gjyqtarit. Sipas arsyes tënde. Jo, okay, mirë. Jo sipas arsyes time. Kemi dhe Pregjen me logjikën e tij. Po dhe Pregja ka arsyen e vet. Unë quhem përparim Kabo, jo Bujar Pregja. Kërkoj ndjes. Përfundoj. Unë jam plotësisht dakord që ai ta nxirrte me të kuqe lojtarin e Partizanit. Sukaj. Por njëkohësisht do të jepte të verdh mbrojtësit të Skënderbeut që e mbajtin në zonë dhe do të jepte penallti për Partizanin. Atëherë do të thosha bravo Andi Koçi. Po ju sjell në vëmendje një ndeshje Milan me Barcelonën në Barcelonë. Gjyqtari hollandez sa u nis topi nga kornja, Nesta e kapi atë me një penallti. Ky është gjykim. Dhe Skënderbeu mund të Partizanin dhe 3-1. Mund edhe 5-2, si që mundi vjetë. Nuk kishte nevojë Skënderbeu. Pse nuk duhet shënon të Partizanin në atë ndeshje? Po pjesë të parë, në hyrje të zonës, e la në avantazh, kur u bë penallti me në zonës, dha goditje jashtë.
ishte i predispozuar që Partizani mos shënonte. Jo më ja, tani. Kjo nuk i bën mirë futbollit. As Partizanit, as Skënderbeut, as kampionat. Pritëm, ke bërë pyetje për gjyqimin. S'ka mbaruar. S'ka mbaruar, të lutem. Po me të replikoj dhe Shkombi dhe ajte. Po le të replikojnë, mos se ta mbaroj përgjigjen. Ta mbaroj përgjigjen. Mirë. Apo kemi me minutazh. Ecim. Partizani proteston që Jorgji mos ishte në peshqen e gjyqtarëve. Skënderbeu kishte bërë kërkesë që mos kishte gjyqtar nga Tirana. Pra, kemi dy ekipe që kryesojnë, të cilat janë të pakënaqur nga arbitrimi. Janë paragjykues pa filluar ndeshja. Dhe Jorgji, në etikën e tij nuk duhet pranohet. Ti thoshte federatës, derisa Partizani nuk më do, pse s'më vë kryesor, po më vë fundor. Është kjo që tha Gëzimi. Fundori me një vendim mund të kthejë gjithë ndeshjen. Dhe kështu ndodhi. Jorgji e dha atë, nuk e dha Andi Koçi. Dhe Jorgji, po ta shikosh me vëmendje, se jashtë ke parë si flasin kështu që mos dëgjojnë. Transkriptohet çka ka thënë atje kur e ka ofenduar Trashi. I është përgjigjur me gjuhë rrugësh. Transkriptohet çka ka thënë. Okej. Shkëmbi, ke gjë për thënë se kam vështirësi të dishte mirë. Po shumë shkurt pastaj kemi më prekje. mirë të presim profesor Bujarin. Jo, po mos të shohim. Okej, jo se studja zbrejmë edhe Korçës Meritë. Prekje, kalojmë direkt ke Moviola, pastaj me Redin dhe Shkëmbin për Mund të bëj fitore. dy fjali të shkurtra. Për punën e caktimit të arbitrit. Normalisht, unë gjykoj që në këtë ndeshje u diskutua shumë për para se sa të emërohesh arbitri. Edhe kjo nuk është në të mirë as të ndeshjes, as të arbitrave dhe skuadrave. Normalisht të dy skuadrat duhet pranojnë, sepse kanë pranuar rregullorën dhe duhet pranojnë atë arbitër që caktohet. Pastaj mundet fillojnë diskutimet që gjykoj mirë apo gjykoj keq. Kjo nuk është shërben as arbitrimit, as ekipeve për zgjedhjen e arbitrave. Mendimi im personal është në ndeshjet e rëndësishme të këtij niveli duhet të jetë një nga arbitrat e FIFA-s. Mendimi im. Por situata që u krijua përpara me këto kundërshtime arriti që të jetë në këtë. Megjithatë duhet thënë që ky arbitër i ri, ne do t'i pranojmë dhe këto. Pse është shtuar ky fenomen këtu më që klubet në Shqipëri thonë dua këtë arbitër, nuk dua këtë. Mos i kemi mësuar keq klubet apo se kjo s'dolë më të tjera, nuk se besoj. Kjo është një situatë që duhet kalu faktikisht, po është nga klubet. Klubet gjithmonë bën një kërkesë që këtë filan gjyqtar nuk e duan. Kjo është problemi që arrim në këtë nivel ne. Shumë skuadra kanë bërë kërkesë, s'duam këtë, s'duam nga Tirana, thot Skënderbeu për shembull. Pastaj u përgjigj Partizani që s'duam këtë. Këto mendojnë nuk janë normale. Okej, mirë, kalojmë. Kjo është në këtë ndeshje mundet, siç është përdorur në një rast finale, kupe apo ndeshje shumë të rëndësishme, për mendimin tim mund të përdoresh edhe një short për 3 gjyqtarët më të mirë dhe pastaj shorti të caktonte kush do ishte arbitri i ndeshjes. Mendimi im personal, është mendim personal, nuk e di. Në kampionatin anglez, sipas koeficientit të ndeshjes, caktohet gjyqtari. Kampionat shqiptar, sipas koeficientit dashurisë që kemë me federatën, caktohet gjyqtari. That's all. Mendoj që në këtë rast nuk ishte kështu sepse ishin gjithë kundërshtit që ndodhen përpara, prandaj arritëm. Hajde kalojmë këtë rastet një nga një për parë tani se mund të bëj një pyetje preje se fletësi intelektual. O preje. Pas ka 2 standarda atëherë, kush cakton arbitrat. The që Korça tash je një gjë që spranon arbitra nga Tirana. Ajo administrata ime ka kërkuar mos jetë ky si e ka ky Jorgji. Se unë jam i vetmi president që s'kam taku deri sot i arbitër. Po, e di. Si e quti këtë, të arsyeshme? Jo, nuk është arsyeshme. Megjithëse duhet të flas sallafe. Nuk është arsyeshme. Fol tash atëherë deri në fund prekje. Nuk është arsyeshme. Pse atëherë nga Tirana nuk lejohen dhe prekja lejohet ai, më fal, Jorgji lejohet të jetë në atë. Kur ne kemi kërku, janë 2 klube, nuk e di me drejt, pa drejt, kemi drejt të dyja që të kërkojmë të vejmë këto regullat të kërkojmë federatës, po njërës palë i është plëcuar, palës tjetër jo. E du nga ty tani. Unë e thash që në fillim. Je pjesë e federatës. Ja thash që në fillim, që nuk është normale dhe nuk është korekte të ketë pretendime për gjyqtar. Për këtë pjesën këtu tani. As Korça nuk ka drejt të kërkoj dhe as Partizani. Këtë e mora vesh. Korçës i është plëcuar, nuk ka ardhur arbitër nga Tirana. Partizani si është plëcuar që ky Jorgji nuk i cakton Bujari arbitrat. Duhet t'japi i përgjigje me ky kritikon Korçën dhe neve, që s'duhet të themi. Po, okej. Tashi ne me drejt, pa drejt kemi kërku. Korça në drejt në vetë, Partizani në drejt në vetë.
Korçës i është plotësuar, s'ka arbitër nga Tirana, dhe Partizanit, arbitri që me drejt a pa drejt, nuk e di, pse ka thënë për Jorgjin, që t'jemi sinqert, i është plotësuar që Jorgji tjetë atje. Këte se kuptojnë. Gjykoj që Jorgji nuk ishte arbitër kryesor. Gjithë problemi ishte për arbitrin kryesor të takimit. Arbitrat e ligjës dhe asistentët janë të një niveli jo parsor në ndeshje. Kjo është përgjigje. Tani ecim me rastin të një me diskutimet në këtë takim, do të shohim disa raste për të diskutuar, dhe flasim së bashku. Unë gjykoj që ka patur 2-3 probleme që duhen diskutu, është një pozicion jashtëloje që është dhënë gabim nga asistenti Lama, është ky momenti kur shikohet që sulmuesi është mjaft mbrapa dhe asistenti ka gabuar në dhënien e këtij pozicioni. Ky ishte rasti i parë. Do të kalojmë në moment tjetër. Kjo është gabimet që themi gjithmonë më. Kjo është si ai që diskuton në javën e kaluar. Kemi 4 javë rresht që themi, thash që merri seminar këtu. 3-4 javë rresht me 1 metër offside. Ke shumë të drejtë, është gabim dhe për këtë do të mbahet qendrim. Ai pozicion nuk mundet të penalizohet lojtari, sepse nuk është dhe situatë e vështirë, nuk është një rast që ka 2-3 lojtarë, prandaj ka shumë përgjegjësi asistenti në këtë rast. Absolutisht ka. Do të kalojmë në këtë momentin kur jepet faul jashtë zonës, do të shikojmë që kemi të bëjmë momentin e parë, kemi të bëjmë me faul. Arbitri ka lejuar lojën avantazhin. Partizani kërkon penalti për rrezimin e Rakshit. Ta shohim me vëmendje të përsëritur, ka lejuar avantazhin. Këtu është faulli i pari, që është një faul që duhet dënohet me karton e verdh, dhe mendoj që do të ishte mirë të kishte ndaluar lojën në fillim, dhe të kishte dhënë faul dhe karton e verdh për lojtarin e Skënderbeut. Ndërkohë, më mbrapa, mbasi ka lejuar avantazhin, shikojmë që këtu lojtari nuk ka kontakt, për mendimin tim. Nuk ka prekur fare mbrojtësi lojtarin e Partizanit. Edhe veprimi që është kthyer mbrapa faullit, mendoj që është i drejtë. Shive se ka prekur, shive. Bujar, po nëse do ishte faul dhe ky i dyti, a jepet dot kur e let avantazhin, t'jepet dhe karton atje dhe karton këtu? Karton ke i dyti nuk ka. Ke faul e dytë, nëse do të jetë faul nuk ka karton. Jo, nga dinamika e aksionit. Mund ta ketë për avantazh. Edhe herë, ketë për avantazh. E la avantazh, po ka shumë arbitra që lënë avantazh dhe pastaj t'japin më vonë. Kartoni verdh duhet dhënë në rastin e parë. Po, okay. Tu. Kurse përveç faulit penaltia duket sigur ai ka kartoni verdh. Ky është rasti i parë. Do të kalojmë në rast tjetër, do të shohim këtë moment kur Olainka është rrëzuar brenda zonës. Këtu lojtari i Skënderbeut, i Partizan vjen nga mbrapa. Shive gjyqtarin, shive. 1 metër gjyqtari, 1 metër. Djali i ri që na pretendon ka për të bërë gjyqtari FIFA-s. Çfarë ka aty? Do të jepte penalti. Pse? Po e shtyëm me duar, çfarë preti tash? Ta qefi. Këtu ka një kontakt shumë të lehtë, profesor, që të lutem. Ta jap shpjegimin. Të lutem bojar. Okej, ju mund mendoni si doni, të lutem. Tani për fillet që mendimin e Bujarit, mos u bë kaq autoritar sot, se çeke sot çeke autoritar. Të tilla prekje. Ajo nuk është as shtytje, është prekje, sa është vendora mrapa, ka sa dush në zonë. S'qenë shtytje. Rastet të tilla nuk mund të jepen, ai shkëmbë prezent. Të jemi Ora shkëm se për shumë urtë. Nëse do jepen penalti edhe kjo, edhe që tha profesori me Arapin, me Sukajn. Atëherë i bie që në çdo ndeshje duhet të ketë nga 6 penalti minimum. Po jo, sepse nuk jepen penalti. Për mua kjo nuk është. Për mua është penalti kur e pash televizor, ajo e portieri. E Hoxhës, po kur e pash televizor. E Hoxhës me Salin. Pash televizor. Ja vazhdojmë. E kemi. Vazhdojmë. Pra, ky është gjykimi që nuk kemi faul. Do të shkojmë në momentin më të diskutueshëm kur është dhënë kartoni kuq për lojtarin e Partizanit. Nuk ka koment për kartonin e kuq, mendoj unë jemi të gjithë të një mendimi. Por që do të shikojmë momentin më përpara si kanë ardhur fauli. Të reagimet mas këtij kartonit kuq, gjykimi im është që sinjalizimi ka qenë duhet ishte vetë edhe arbitri, edhe asistenti dhe gjithë në një mendje për këtë veprim, sepse nuk ka. Por, unë duhet vetëm një moment këtu tani, kur ka ndodhur momenti i parë që është mbajtur, faktikisht ka vënë duart lojtari i Skënderbeut tek Suka dhe prandaj vjen reagimi këtij, prandaj vjen dhe reagimi. Por,
Nuk e di që a është goditur pas është goditur topi. Ndërkohë, edhe në raste, themi është goditur topi, rasti ka qenë jashtë zonës së rrepsisë, profesor. Nuk kemi të bëjmë pra me një faull brenda zonës. Është jashtë zonë. Ky është gjykimi. Do të kalojmë Do të kalojmë ke edhe ky është një moment shumë i vështirë gjatë lojës. Do të shohim kur e shikon në aksion, në lojë, mendoj që është një rast normal, korrekt, pritje e portierit, korner dhe nuk kemi të bëjmë me faull në pamje të parë kur shikohet. Ai mund ta lindë tek marr, çfarë thuat? Tani. Lutem, juve kur ju ndryri Manushi i tha pse ndërpret. Tani ju po më ndërpreni. Okej, vazhdoni bëni ju komentin dhe unë nuk po flas. Bujar autoritar shumë duhesh, vazhdoni Bujar. Tani. Unë mundohem ta shpjegoj, juve mund ta pranoni, mund të spranoni, është e drejta juaj. Ky e di çfarë kujtoi, ju kujtuai portieri gjerman me Francën. Kush ishte ai? Schumacher? Unë thash, në momentin e parë në lojë duket sikur nuk ka faull. Ka një prekje të pritet portierit dhe pastaj ndodh kontakti. Realisht, kështu është. Kur e shikojmë me ngadalësim, ngritja e këmbëve të portierit të Partizanit është e dënueshme, është faull, është kartoni kuq. Është penalti apo? Thash, patjetër. Për mendimin. Por në lojë arbitri nuk e ka është shpejt. Është një rast i shpejt, ka ndodhur shumë shpejt kontakti dhe ky është gjykimi. Okej. Stop, mos u largo. Ne mori një rrjedhë të çuditshme kjo se Moviola, po unë dua ta nis një diskutim mirë me Shkëmbin për mënyrën se tani mbaroi ndeshja, fitoi Skënderbeu, fitoi me merit. Si e kishte organizuar gjithçka Mirel Josa që ju dolët ke fitore, megjithëse gjatë ndeshjes patët dy momente friket, pazakonta ke Skënderbeu, Shkëmbi. Pastaj me Redjubin për analizën finale. Mos u largo prej. Është e vërtetë që ekipi jonë nuk bëri atë ndeshjen ose lojën më saktë që është mësuar të bëjë, një lojë sulmuese, një lojë ku gjithmonë qarkullon topin dhe pothuajse në çdo ndeshje është ekipi Skënderbeut që mban më shumë topin. Ndeshja kundër Partizanit dihet që Partizani nuk është një kundërshtar aq i thjeshtë sa ne Skënderbeu mund t'i bëj kaq lehtë të gjitha këto. Partizani mendimi im ka bërë një ndeshje goxha të mirë, një ndeshje që në qoftë se ai rasti i Racit do të ishte gol që për merit të shejt ne na shpëtoi dhe na mbajti në lojë me rezultatin 1-0. Nëse do të kishte shkuar barazin, ndoshta do të kishim probleme. Megjithatë, them që në këtë ndeshje Skënderbeu bëri pak atë pjesën e Partizanit, ndërsa Partizani bëri pak atë pjesën e Skënderbeut duke ndruar. Skënderbeu tregua më cinik, mbrojti rezultatin, luftoi në fund të ndeshjes, pati disa raste për të shënuar, por thash edhe një herë që ishte shumë vendimtare ndryrja e shejt të ai rast. Pam një publik të nxehtë atje në Korçë, pa zakon. Dhe pse kjo ndeshje u gatua me kaq, se pam dhe midis tifozërive, parrulla, shkëmbime që qëndronin brenda kuadrit pranueshëm dhe të lezetshëm. Unë jam dakord personalisht Lazismon, unë jam dakord që të ketë parrulla dhe deri aty ku nuk jam dakord me asnjë tifozëri kur shan apo kur thyen stola për të gjitha. Nuk e kuptoj pse ndodh kjo ndërmjet këtyre dy tifozërive, sepse deri para 2 vjetëve kanë shkuar shumë mirë dhe as vetë nuk e kam kuptuar dhe nuk e kuptoj akoma pse ndodh kjo. Mirë, the mirë, kur është në nivel sportiv është mirë. Kur është në nivel sportiv është gjë shumë e mirë. Ndërsa për këto deklaratat pasaj duhet të bëj një sqarim që duhet të dihet shumë mirë kush i bën deklaratat, se ndryshon deklarata e klubit dhe deklarata në Facebook nga tifozë. Kjo ka shumë rëndësi, sepse një gazet merr një deklarat Facebooku, e nxjerr në gazet, lexojnë tifozët, mërziten, nervozohen, ndërkohë që ndoshta të dy presidentët mund të mos ketë thënë asnjë fjalë nga këto. Kjo është shumë e rëndësishme. Zoti president, ka pasur ofendime nga ju në drejtim sepse ka drejt Shkëmbi kur deklarata Facebooku na dalin faqet parë dhe ja atribuohen Partizani, s'ofendon. E ka tregu që s'ofendon. Sa shkurt e ka këtë. Unë e kisha fjalën që kjo duhet ndarë. Nëse të dy presidentët janë shumë korrekt, nuk ka nevojë pse të bëhet nga tifozët, pastaj të ngrihet më shumë, të ofendohen dy qytete, të ofendohen dy tifozëri. Domethënë është gjë e papranueshme, do të thoja.
Faktikisht sot janë dënuar të dyja tifozërit, por ajo e Partizanit me 1 ndeshje pa tifoz, ndërkohë Skënderbeu me 2 ndeshje pa tifoz. Ju, zoti Demi, si i pritet këto vendime, plus edhe Sukaj është dënuar me 5 ndeshje pezullim? Për Sukaj të gjithë s'kemi që temi, aty duket gjesti dobet. Pasaj ato i di federata, i komisioni. Për tifozerin, unë jom kundra këtyne legendiqeve, që i bëjnë gjitha tifozerit, jo vetëm për Partizani djetë, që kanë bështetësit më të mëdhenj në Shqipëri. Pak janë 1 milion. 170.000 në Facebook ishte diçka jashtëzakonshme. 175.000 më tha Olci. 175.000 në Facebook dhe këtu me të vërtet ai Olci ka edhe ka tifozërit mirë Partizani, përgjithshme pak të këtë eksperiencën time. Mund të jenë 10 njerëz atje që edhe ata duhet i thrasin menin. Nuk janë gjestet mija do të hedhë storin të bësh storin, por në gjot tjetër, përveç aty e storit nuk ka pas Partizani. Tifozëria e Koçës, me thënë drejtën, ka qenë provokative në ofendime. Partizani e kam ndjek me vëmendje në gjithë fillimin e lojës, ishte shumë korekte. Për i dënoj shumë atë të stoleve, biles do shoft, mund të marrë dhe në i vendim timin, për punët tifozerisë, parësi se i du, mi respektojmë gjitha, po 170.000 tifoza nuk bohen me 10 tifoza që thyrin 5 stole. Kurse për vendimin e tjetër. Mbarë kjo, ka qenë njerë presidentit Takaj këtu, edhe nuk e tha në emisionet, tha jashtë emisionet, du më thënë që kishe një loj qef mbetje, që tifozët, shumë ishin marrë me të, me familjen e ti, dhe tha, ishe shumë pozicioni vështirë, tha, të përballojnë në neshe sharet atila. Shif, unë këte nuk e kam një gju, kam qenë jashtë edhe neshje, për neshjen këtu në Tiranë. Neshe tjetër, po. Qoftë se janë të vërteta, shumë gabim që të ofendojnë e të qajnë. Shumë gabim. Nuk ka pse të ofendojnë e të qajnë. Unë po flasë për neshjen që pash dje. Tifozeria Koçës është sjellë shumë e dobët. Me ofendime, me çame. Këtë e kam një gjumë me vesh të mi. Këtë tjetrën nuk mund të them as është e vërtetë, as është e vërtetë, se s'kam qenë aty. Riti, kemi nevojë tani me njëherë për analizën tekniko-taktike të ndeshjes. Në fakt ishte një, me qenë se e lidhet me gjykimin, që një ndeshje vështirë. Ndeshje vështirë për gjithë, për dy skuadrat që ishin brenda, për trupën arbitrale, edhe për ne që po shikonim se ishte një ndeshje që e transmetonte tensionin që kishte brenda. Pak e pa justifikuar sepse shumë herët për të thënë që kjo që një ndeshje decizive. Nuk mund të ishte ndeshje decizive. Këto skuadra do ndeshjen 2 herë me njëra tjetrën, është shumë larg nga fundi, do kenë edhe përballje të tjera sepse po forcohen edhe ekipet e tjera, pra nuk do kenë vetëm ndeshje të vështira me njëra tjetrën, po do kenë ndeshje të vështira edhe me ekipet e tjera, kështu që ishte pak artificial në kuptimin e rëndësisë ky tension dhe kjo rëndësi. Patjetër që rëndësi kishte, ndeshje shumë e rëndësishme për kampionatin, për imazhin e tjerë, sepse po luanin dy skuadra e vendit parë dhe vendit dytë, po kaq pra, jo më tepër se kaq. Po të shikohet, do më thënë, lojtarët nuk e ndihmuan fare edhe arbitrin, edhe pse mbase është një arbitër i ri e tjerë, mbase duke përfituar dhe pak nga emri jo imponent, do më thënë, gjithkohës që i shkonin dhe i bënin presion, ishin atje, dhe kjo, mua nuk bezdisë se i shkonin arbitrit, po bezdisë sepse si teleshikues, sepse prishe ritmin ndeshjes, pra u luajt pak, ishe një ndeshje e cila duhet luaj më shumë. Zakonisht, nga eksperienca, vazhdojnë të kenë një honë dhe mbrapa, të ketë diskutime dhe mbrapa ato ndeshjet të cilat nuk konsumohen. Kur ndeshja konsumohet, kur dy ekipet japin maksimumin e tyre, bëhet një ndeshje me lojë efektive të plot, atëherë nuk ka dhe fjalë për të folur më. Sepse janë thënë dhe janë bërë të gjithë ati gjatë ndeshjes. Në përgjithësi, këto ndeshje që kanë ndërprerje të tilla, që kanë një tension të tillë, që nuk është stres, pra, po hyn ke paniku, e kemi thënë edhe tjetër, që mos ta përsërisim. Përkthehet në këtë pra, që ndeshja nuk konsumohet. Pjesa e parë ishte një ndeshje luftuar, po e saksoj që në fillim. Kjo ishte një ndeshje shumë luftuar, me duele shumë të forta, me intensitet. Por ama asnjëherë ky intensitet nuk shkoi në fluiditet loje. Po e themi në raport me ndeshjen e parë. Sepse ju tha që Partizani dominoi për shkak të Skënderbeun. E mbani mend ndeshjen e parë se çfarë dominimi bëri Partizani Skënderbeut? Do më thënë ishe agresivi, i imponoj një intensitet shumë të lartë ndeshjes, e fitoj ndeshjen gati në gjitha komponentët. Me sfush superiore, edhe pse Skënderbeu shënoi pari, ishe një ndeshje me nivel shumë të lartë se kjo, pra një ndeshje shumë mirë, deri tani është ndeshja më e mirë e kampionatit ajo që u bë në Tiranë, pra. Partizani Skënderbeu fituar nga Partizani.
Kjo ishte një ndeshje në cilën Partizani patjetër do ta vendosë në planin emotiv. Sepse për mendimin tim dhe të shumë njerëzve që shikojnë nga jashtë ndeshjet, Skënderbeu ka një ekip më cilësor se Partizani në momentin që flasim. Dhe Partizani ishte interesuar që ta vendosë në planin e agresivitetit dhe emotivitetit, sepse përndryshe po të bësh një ndeshje të qetë, pa agresivitet dhe pa intensitet të këtij lloji, patjetër do fitojë ai ekip I cili ka dhe cilësi më shumë. I vetmi gabim I Partizanit ishte që te I kaloi pak të dozën e emotivitetit dhe të agresivitetit. Dhe kjo në ndryshim nga ndeshja e parë e pengoi, pra sepse doli me karton të kuq Sukaj, u ndërpre shumë shpesh ritmi I ndeshjes, dhe kjo është një gjë që nuk I shkonte në favor Partizanit, por I shkonte në favor Skënderbeut, sepse Skënderbeut I shkon më shumë për shtat që të ndërpritet ndeshja, të ketë ndërprerje ritmi, të ketë ato stacionet, të cilat I shkojnë më për shtat. Megjithatë, në përgjithësi unë mendoj se ishte një ndeshje e cila nuk mund të themi që ishte ndeshje shëmtuar. Sepse që ndeshje e luftuar shumë. Pati momentet bukura, pjesa 2, pastaj pati... Pjesa 2 që e mirë. Pati gjëra lezetshme, me momentet mirë në cilat skuadrat qenë më të lëshuar, më pak të kujdesshme në atë që donin të bënë. Ne që pam stadium na mbushi gjithë emocione. Sidomos Partizani, pra, tentoi shumë më tepër, u dënua dhe penalizoi shumë dhe kartoni I kuq I Sukaj, por në fundit kjo ishte për fajt vetë, domethënë. Unë mendoj që këto dy skuadra edhe mbasi do jemi në fundit këtu nuk do vendoset në ndeshje midis njëra tjetrës. Këto janë dy skuadra të cilat janë komplementarë në kuptimin që janë shumë të ndryshme dhe pak a shumë këto do ndahen 2-2, domethënë në kuptimin e fitoreve të ndërsjellta. Unë mendoj se kampionati do vendoset në ndeshjet e tjera. Me Tiranën, me Kuksin, me Flamurstarin. Edhe me skuadrat e vogla të cilat janë bërë tani 4 të cilat... Laçi Teuta gjithmonë aty. Se kampionati tani është bërë 4-4-2, domethënë 4 luftojnë për të rënë kategoria, 4 për Europën dhe 2 për kampion. Dhe unë mendoj se duke qenë se interesat rriten shumë deri në fund kampionatit, pra këto duhet të jetë kujdesshëm mos të lënë pikë me tjera, sepse me njëra tjetrën aty do jenë domethënë, duke marrë parasysh dhe lojtarët e Skënderbeut që do largohen. Okej, pse presidenti e rëndum shumë këtë pjesë, ne jemi mësuar ta bëjmë çik më hevi këtë kur afrohet festat e vitit të ri, bëjmë çik më ashtu emisionin. Më të bukur? Më sportiv, më kështu. Nuk e di si më sportiv. Në skuptim ja për shembull pyetje Zoti Demi, mu duk sikur Partizani krijoi një alibi. U mor shumë me arbitrimin, por në fakt duhet merri me brenda llojit, brenda vetes. Dëgjoja sot intervista dhe shpjegime, analiza për gjestin e Sukajt, gjithë domethënë të jepë një tendencë sikur na mungon një psikologu mall që të gjej shkakun. Nuk fillon që aty domethënë prisha ekuilibrit të ndeshjes. Ore me lojtarin kryesor që e keni, domethënë lojtarin kryesor që biles mund të themi që është në thonjza dhe më I përgëdheluri. Nuk I takon domethënë të bëja xhest dhe të thotë Partizani duhet dini një gjë. Vetëm qofse Sula I përgëdhel qefin e vet. Ke Partizani nuk ka të përgëdhelur. Kjo është e pa diskutueshme. Për Sukajn, unë s'kam qas gjas, mo ishte I gjes shumë I dobët. Ndoshta në momentin e parë, kur e pash atje, thash çfarë bën ky arbitër. Kur e pash televizor, nuk kam qas gjasin për Sukajn, kemi atë komisionin tonë dhe ne të disiplinës, por me arbitrin ne nuk jemi marrë fare. Prit se kam punë vetë. Partizani, ka boj kërkes, me drejtën e vetë, me dyshimet e veta, Enea Jorgji nuk e du. Kaq nuk është edhe smehet Partizani në me as me arbitra, as me gjë. Së shmarshën. Këto klubet e tjera ndoshta I kanë si Bileskoqa e ka si zakon këtë punë arbitrave. Smehemi ne me arbitra, a kupton? Unë I kam historitë të gjuara këto, a kupton ti? Po tash që bëj shoh vet direkt. Ja, Korça së shmarë, vetëm ndeshjen e parë, që mendonte për golin e dytë Partizanit, pastaj edhe këtë nga gazetat e mora vesh. Sinqerisht që se kam ditë që Skënderbeu nuk pranon. Ti duke të rrit mosha, duke hyrë në këtë diplomaci. Jo, se kam ditë që Skënderbeu nuk pranon arbitrat. Unë personalisht ditët për staf ke Korça të zi. Ai ke staf ke Korça ai. E dy ditës pas presidenti. Ne bëjmë kërkesë ta marrim si staf. Shkëmbi, në këtë ndeshje ishte edhe ndeshja e fundit për lojtarin Ola Inka, ofroi edhe një super gol. Sa do të ndikojë mungesa e tij? Ndeshja e fundit në Korçë. Po, në Korçë, do të jetë dhe me Flamurstarin. Keni në Vlorë pas nesër, është vërtet. Ola Inka është, mendoj që në këto vitet e fundit, për mendimin tim është sulmuesi më I miri uaj që ka erdhur. Patjetër që ne do e ndjejmë goxha mungesën e tij nëse nuk do të vijë një lojtar që të paktën ta afrohet në nivelin e tij. Do të ketë largime tjera?
ndoshta kur e shef nga ekrani duket lojtari mirë, po edhe kur luan me atë e ndjen shumë që është një lojtar që ndihmon ekipin pa fund dhe unë rrallë kam parë lojtar që të vrapojnë sa që vrapon ai. A do të ketë dhe largime tjera Shkëmbi? Nuk e di për këtë... Se media shkruajnë shumë, po. Po, këtë e di presidenti, por mendoj që nuk do të ketë shumë largime. Ndoshta edhe një, mendoj unë. Se jemi në fund, do më flasim prapë në pjesën e dytë. Pelushi, këtë nisi e më radë nduket, se aty dy vete përbash, shef që hallesh ka futbolli? Pak më shumë, po. Si do duke kjo pjesë e parë me futbol? Jo, me thënë vërtet mu më pëlqen që ka në thonjë sa debate. Atë ma vjollën e keni më të saktë, me bregja ngel papune aty. Jo, je ullër, jo është më kollaj. Ore, kam një pyetje shumë serioze. Bën në fush. Ore, Bujar, me që e këtu, fal pak. Ka ndodhur gjë me këto gjelat e detit të Peqinit se vinë pa të brëndshme? Pa të brëndshme? Pa mëlqi, pa zemër, pa këto që bëjmë pilafin. Në kohë që ishte Shkumbini superiore, e kishin të brëndshme, Manush. Po tani? Tani të vikan pa të brëndshme. Jo, ka shumë shite këtë vitet. Ka shumë shite këtë vitet. Pam ke lajme, të këmë Manushi, jo, do na shpjegosh tani. Kuriozitetin tim. Unë ndoshta se kam pa, ja shot pa shumë pjesë. Po kam pa ca fragmente. Kush i vendos to Moviolen? Stop. Televizioni Top Channel, emisioni sportiv apo pregja? Do presësh 2 minuta publicitet e pjesën e 2 do marrësh përgjigje. Bujar, kujdesu që të vinë brëndshmet. Faleminderit për prezencën e emision dhe je gjithmonë i mrekullueshëm. Po i ku pa përgjigja, ma se da. Jo, po kemi ne përgjigje. Jemi ne këtu do vazhdojmë zëri demi. Pregja vazhdo se ka dosje voluminoze. Nëse ishte fjala e zotit. Se ka i karton të kush atje. Përgjigja për Juve ishte kush janë të brëndshmet. Kam parë një intervistë. Jo, kush janë brëndshmet, ai kush i cakton. Një intervistë të një arbitrit brëndshmet janë gjyqtarët në përgjithësi. Kurse përsa i përket Maviola, zoti Demi do të thoya që po të shikosh Maviolat në përgjithësi, ke këto të brëndshmet e këtij, po të brëndshmet në përgjithësi të Manushit. Ka vetë këtë reklam. Pjesë e dytë kemi. Mirë, mori vesh zoti Demi, Manushi. Kthehemi pastaj, sërish do të vijojnë edhe për pak minuta diskutimet për këtë ndeshje dhe për gjitha ndeshjet e tjera.